Sa i përket ngritjes së çmimeve e kemi pa që nxjerr disa statistika, po ngritja e çmimit ka fillu sidomos që nga fillimi i vitit 2024. Mendoj që tremujorshi i fundit është një tremujorsh bile që ka stabilitetin më të madh gjatë krejt kësaj kohe që kena pat ngritje të vazhdueshme, sepse çmimet në Prishtinë, po edhe kudo në Kosovë, kanë arrit deri në 70% ngritje brenda 2 vite e gjys. Besojmë nëse bojna krahasime edhe të lagjeve ndryshme, duke fillu nga lagja Pejtoni, lagja Lakrishtja, Lëmagjer, Arbëria, dikur çmimet kanë qenë rreth 1000 e pak, ndërsa tani çmimi të tokë ka shku mesatarisht rreth 2000 për metër katror. Faktorët që kanë ndiku jashtëzakonisht në ngritjen e çmimeve janë edhe prej 2024 ku ka fillu lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, për shkak se ty pat parasysh edhe armaturë dhe shumë produkte janë transportuar në Kosovë nga jashtë, edhe ato kanë ngrit çmimi i tyre. E tash njëkohësisht edhe heqja viza për qytetarë kosovar edhe ka ndiku shumë, sepse një pjesa klase, kategoria e kosovarëve që kryesisht shkojnë edhe punojnë në aspekte sezonale në Evropë, është një kategori që punojnë në fushën e ndërtimtarisë, edhe ata atje normal që kanë paga më të mira, edhe tashti në matë njëjtit nuk punojnë në Kosovë për paga që kanë punu më herët. Diaspora ndikon afërsisht 30% që ndikon, kryesisht ndikon edhe në ngritjen e çmimeve për shkak se dim se diaspora tek ne në Kosovë sjell edhe një shumë të konsiderueshme monetare në cash, jo përmes transfereve bankare, e pastaj edhe kjo po ndikon pak edhe në ngritjen e çmimeve. Më të shtrejta çmimet momentalisht i ka Prishtina, pas Prishtinës është ndjen Prizreni, mas Prizrenit vjen Peja, pastaj vijnë qytetet e tjera si mesatarisht Gjelani, Gjakova, Fushë Kosova e të tjerat me radhë. Momentalisht në Prishtinë pjesa e cila është në ndërtim e sipër, në construction, është pjesa e Lakrishtes, që çmimi aty është afërsisht 2500 të banesat të cilat janë afër përfundimit, ndërsa ato të cilat janë në proces të ndërtimit mundet më blej edhe me 2000 euro metri katror, ndërsa pastaj ndjeket nga lagja e Muhaxherve, e cila ka çmimin pjesa e parë e lagjës fillon te 2000, ndërsa atër na shkon duke shku ka pjesa Manelt Matiçanit Bregu Dillit, që shkon deri te 1500, pastaj vjen lagja Tophane, e cila është më afër qendrës që mesatarisht çmimin ka 1700, kryesisht varet edhe prej cilësisë ndërtuesve, ndjeket pastaj nga lagja Arbëria. Arbëria ndahet në 2 pjesë, kem pjesën nga komuna e re deri në që kufizohet me pjesën e qytetit që ka çmim më të lartë, pastaj është pjesa e dytë që është pjesa ka Minimax vazhdon tutje, që ka çmimin pak më të ulët, duke fillu pjesa e parë fillon në vitin e parë të 2000, ndërsa deri te 1600-500 të komuna e re. Ndërsa pjesa ka Minimaxi kena çmimet afërsisht prej 1500-ve deri 1300 mesatarja. Pastaj vjen lagja Kalabri, Kalabria fillon edhe aty pjesa e parë në buzë rrugës, dikon te 1500 mesatarisht, atëherë sa më shumë që largohet nga rruga kryesore, çmimet shkojnë deri te 1300-200 aty këto. Pastaj vin rruga B dhe lagja Spitalit. Tek pjesa në lagjët Spitalit është sheriti i parë që kufizohet me rrugën B, ka çmimin mesatarisht te 1500, pastaj ndjeket rani i dytë edhe i tretë tek 400, tjerat shkojnë tutje
300, 200 deri te pjesa ku kufizohet me Prishtinën e Re. Në atë zonë ku kufizohet me Prishtinën e Re, pastaj çmimet janë më të ulta, mesatarisht rreth 1100 te 1000 aty. Dhe pjesa më e lirë është pjesa momentalisht që është Prishtina e Re, edhe zona Matiçanit Nelt dhe lagja Kudrina. Në ato zona mujna me thonë që çmimet variojnë mesatarisht nga 1000 deri 1300 varet për ndërtuesit, po kem raste ku hala muj me morë çmim në 1000 euro. Rritja siç e thash nga fillimi ka filluar nga viti 2024, po në atë kohë kemi pas disa blerë që kanë ble me çmimet më të lira, edhe nuk kanë qenë update me ngritjen e çmimeve, edhe hala kanë ofruar ka pat mundësi blerësi me ble edhe lirë. Ndërsa në vitin 2025, pothuajse vetëdijsimi i gjithë blerësve u bë 90% që çmimet janë ngritur tashmë dhe nuk kemi kohë më që të pritim për çmime më të lira. Ndërsa në 2026 dhe ky 6 mujorshi i 2026 nuk është që ka ndonjë ngritje e cila përpos ngritjes që në tregun e patunshmërive është një ngritje afërsisht kisha me thonë 0,78% dhe 1% në soza mujore, e gjatë këtë kohës nëse morim pej pas lufte deri me tani, ka ndodhur ajo farë ngritje. Ngritja këtu është vetëm të ngritja e rregullt, nuk ndërsa ngritja e pretenduar 5,5%, unë mendoj që nuk qëndron afërsisht në këtë 6 mujarsh, muj me thonë mesatarisht kena ngritje në soaza normale 0,78%. Siç e dina, Kosova ka ekonomi të lirë të tregut, shteti nuk mundet me ndërhy edhe me i kontrollu çmimet. Çmimi varion varësisht nga ajo çka ofrohet dhe nga oferta dhe kërkesa. Në rast se oferta është më e vogël se kërkesa, normal që çmimet ngriten. Në rast se bie kërkesa dhe oferta është më e madhe, pastaj çmimet ndikon që të uten. Ti çka ke bo? Okej. Keni Okej. Kështu ka aktiv jeni jo si agjencia një lajme. Kja indeks online, më besoj du të më kun pak. Është ma 6 mujve në rregull, është adin, është patunshmëritë zakonisht 5% është standard, është rregull që në vazhdimsi kemi po. Jam në 3 mujor që do